Ka qenë vendim I mençëm kur në datën 20 gusht, kur ne u kthyem nga skema verore, vendosëm që pas emisionit 10R10 që t'jetë krejtësisht argëtues dhe t'jetë me fokus ka argëtimi dhe festa, 3 emisionet e tjera, gazeta të përditshme, Politiko dhe Adresat t'i përkushtohen krejtësisht aktualitetit edhe zgjedhjeve. Edhe kjo e bëri televizionin adres të njerëzit cilë donin ta ndjeknin aktualitetin, sepse kur fillon me orë të tëra je në maraton me panele të ndryshme, me diskutime të ndryshme, pastaj edhe fillon audienca dhe mëson vendin se ku duhet të qëndroj për të marrë vesh se çka po ndodh dhe cilat janë qëndrimet e palëve. Edhe kjo ka bërë që televizioni në mënyrë graduale të shkoj duke u rritur në atë që na intereson më shumë ti mua, ty edhe Fidanit edhe gjithë tjerëve që I kemi këtu, që është shikueshmëria, statistikat e shikueshmërisë, të cilat janë po çfarë ka thënë këto statistika gjatë për ato çfarë mund të flitet gjatë këtyre kemi pasur të paktën 4 momente televizive, posaçërisht 2 prej tyre, të cilat janë momente televizive. Kontente televizive më të shikuara në 5 vitet e fundit në gjitha televizionet. Dhe këtë e them me shumë përgjegjësi, mund ta konfirmoj edhe me statistikë online edhe me statistika të tjera, të cilat natyrisht ne nuk duam t'i referohemi për shkak se janë konfidenciale. Por duhet ta përmend posaçërisht maratona me natën e 9 kryetarëve, debatin e madh. Ka thyer çdo rekord të themi historik të shikueshmërisë. Por nuk është vetëm kjo. I gjithë ecja prej 20 gushtit, gjatë shtatorit, kur kemi filluar të merremi me zgjedhjet lokale, tetorit, nëntorit, e gjithë koha ka shkuar duke u rritur, pra gjithë shikueshmëria ka shkuar duke u rritur. Kurba ka shkuar lart. Kurba gjithmonë ka qenë në pozitivitet. Edhe tash sfida vetëm që na mbetet është që në janar ta mbajmë. Edhe dikujt kur kesh ti thon për çfarë tha kokë dha të mojtë mitë që kanë mu përsërit zgjedhjet. Kurse dihet asaj punë. Mos harrojmë edhe natyrisht intervistën me kryeministin e detyrë Albin Kurti që ishte përpara, por shikuar shumë dhe intervista me Albinin, është shikuar shumë Ramushi në natën kur ka bërë atë rrëfimin bombastik që pastaj u bë dhe viral gjithandej. Është Ramush Haradinaj me videot e tij është momenti I rrëfimit për nënën. Është diçka e paparë deri më tani në media, sa reflektim ka patur. Si kundër që është e paparë edhe Albin Kurti në momentet reale ndjekshmërisë më të madhe ndonjëherë që ka patur në ndonjë televizion shqiptar online dhe jo vetëm. Por kjo e Ramushit e pati atë dimenzionin emocional. Mund të na sjellësh ujin se nuk e kemi të ndaluar pim ujë. Po, se mirë është. Faleminderit shumë, respekte. Edhe këto janë momente të veçanta kështu në media, se ne jemi gjatë në media dhe natyrisht I kemi përjetuar këto momente, por kanë qenë për shembull në statistikat e shikueshmërisë ato reportazhet e tua me kandidatët për kryetar, që ishin në teren, ishin risi, shiheshin shumë, pastaj hyrja me analizën tek adresa, që ishte në kontratermin me konkurrencën, prapë bën të dallimin në shikueshmëri. Dhe kështu jemi të bëjmë muhabet I cili kryesisht shikuesit nuk I intereson, po e kemi gjetë natën me që na lejoni pas një sa muaj lodhje. Jo, është me rëndësi se nuk është kjo për të lavduar, por është për të dëshmuar fakte. Edhe për dëshmuar fakte. Sikundër që janë fakte që sonte do të kemi mysafir të veçantë, do të jemi së bashku me zotin Daud Haradinaj, do të jemi së bashku me zotin Arben Gashi, do të jemi së bashku me zotin Blerim Gashi, që me Arbenin nuk ka ndonjë lidhje familjare. Janë gash dy nga dy taboret ndryshme politike. Në fakt më shumë mund të ketë ndonjë lidhje familjare me mua, me këshirë hallë, se jemi të njëjtë sanë. Do të jemi së bashku me zotin Ilir